Ato që janë kërkuar nga Kosova për atë që e quanin deeskalim, tashmë ka ndodhur. Dhe masat vetë se është dashur të hiqeshin, se janë masat që në mënyrë të padrejt afektojnë negativisht jetën e qytetarëve tonë nëpërmjet projekteve që janë bllokuar, projekte të cilat kryesisht ju dedikohen komunave. Për fat të keq që ato akoma nuk janë larguar dhe unë pajtohem me ju që ka tendencë nga disa që tani masat të keqpërdoren së mënyrë për të kushtëzuar për Kosovën për çështje komplet të ndryshme nga arsyeja për të cilën ato janë vendosur në fillim. Dhe një qasje të tillë unë kam kundërshtuar edhe në samitin BE Ballkan Perëndimor, i cili u mbajt me 13 dhjetor, sepse në fakt kjo logjika sikur kur përdoreshin liberalizimi i vizave për të kushtzuar Kosovën për çështje dialogut, do të ketë vetëm efekt negativ. Pra në qoftë se dikush mendon që të kushtzohet heqja e masave me ndonjë veprim të Kosovës në kuadër të zbatimit të marrëveshjes, vetëm sa do të ketë efekt negativ. Masa duhet të hiqen sepse Kosova i ka plotësuar kërkesat e BE-s sa i përket deeskalimit, kurse konstruktivitetin e saj për zbatimin e marrëveshjes së 27 shkurtit dhe aneksit të 18 marsit, Kosova tashmë e ka dëshmuar me qindra herë. Ndërkaq, Serbia po e bën të kundërtën, jo tashmë vetëm me retorik, por edhe me shkrim, i ka informuar të gjitha shtetet e BE-s që nuk do ta zbatoj marrëveshjen për нормализем. Ние продължаваме да настояваме за диалога като единственият начин за решаване на проблемите и успоредно прилагане на всички подписани до момента споразумения. И мисля, че това е единственият начин и единственото бъдеще на нашия регион. Ние категорично изключваме насилието, категорично изключваме всякакви въоръжени провокации. Изразяваме също така нашата тревога за ситуацията в Северно Косово. Приемете и нашето съжаление за загубата на живот на полицай от Косово по време на събитието от 24 септември тази година в Банска. И също така ние настояваме Европейският съюз да има активна роля за интензивен диалог и за намиране на взаимно приемливи решения, които да гарантират сигурността и стабилността. Като политиката на Европейския съюз трябва да бъде прозрачна и обективна по отношение на всяка една от страните и да включва както положителни стимули, така и отрицателни мерки при неизпълнение на поети ангажименти. Është e domosdoshme që Kosova të bëj hapa përpara drejt antarësimit në NATO, duke filluar me partneritetin për paqe. Vetëm antarësimi në NATO i të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor të cilat mëtojnë një gjë të tillë, do të mund të ketë efekt afatgjatë për paqe dhe stabilitet në të rajonin tonë.